Të nderuar shikues, ju përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria çeli në Bruksel kapitujt që kanë të bëjnë me agjendën e gjelbër dhe mjedisin. Kryeministri Edi Rama mori vlerësime nga komisionerja e zgjerimit Marta Koz mbi ritmin e shpejtë të çeljes së kapitujve. Ambicia është që brenda presidencës daneze deri në dhjetor 2025 të mbyllet edhe grup kapitulli i fundit. Turizmi vijon të mbetet një nga sektorët kryesor të ekonomisë shqiptare. Ekspertët theksojnë se rritja e të ardhurave këtë vit vjen kryesisht nga rritja e çmimeve, më shumë se sa nga rritja e konsumit të turistëve. Nga ana tjetër, shqiptarët kanë shpenzuar shuma të konsiderueshme edhe jashtë vendit gjatë udhëtimeve të tyre, kryesisht në Europë, por edhe më gjerë. Në Gjirokastër u zhvillua aktiviteti rajonal Energjia e pastër për komunitetet tona, me fokus efikasitetin e energjisë dhe ndikimin e saj tek qytetet dhe bizneset. Programi mbështetet mbi paktin e kryetarëve të bashkive për klimën dhe energjinë, ku bashkitë angazhohen të hartojnë plane konkrete për përballjen me ndryshimet klimatike. Në parkun antik të Antigones ka nisur gërmimet e radhës nga një ekip arkeologësh italo-shqiptar. Ky bashkëpunim zhvillohet çdo vit dhe synon thellimin e studimeve shkencore në këtë zonë me vlera të mëdha historike. Gërmimet pritet të vazhdojnë edhe për 2 javë të tjera, ndërsa çdo zbulim i ri do të dokumentohet me kujdes dhe do të shërbejë për pasurimin e njohurive mbi këtë qytet antik. Ju njohim tani më gjerësisht. Shqipëria çeli në Bruksel kapitujt që kanë të bëjnë me agjendën e gjelbër dhe mjedisin. Kryeministri Edi Rama mori vlerësime nga komisionerja e zgjerimit Marta Koz mbi ritmin e shpejtë të çeljes së kapitujve. Ambicia është që brenda presidencës daneze deri në dhjetor 2025 të mbyllet edhe grup kapitulli i fundit. Shqipëria çeli në Bruksel 4 kapituj të tjerë në procesin e parafrimit me Bashkimin Evropian dhe brenda dhjetorit. Gjatë presidencës daneze synon të çelen edhe 5 kapituj të fundit. Duke ju përgjigjur pyetjes së drejtuar nga Radio Televizioni Shqiptar, komisionerja e zgjerimit Marta Koz vlerësoi lidershipin e kryeministit Rama dhe rezultatet e prekshme të Shqipërisë. Shqipëria duhet të japë rezultate me reforma dhe të sjellë gjithçka që është e nevojshme që të mbyll kapitujt. Vizioni i kryeministrit tuaj është që të përmbyllim negociatat në fund të vitit 2027. E mbështesim këtë vizion. Çka do të thotë se në momentin që kemi këtë kandidat kaq të zellshëm, është edhe përgjegjësia nga ana jon që ta mbështesim me të gjithë energjinë dhe fuqinë njerëzore që kemi këtu në Bruksel dhe po ashtu në presidencë. Ministrja daneze Marie Bjerre siguroi mbështetjen e 27 vendeve anëtare të bllokut ndaj rrugëtimit të Shqipërisë dhe tha se anëtarësimi është i rëndësishëm për vetë Bashkimin Evropian. Kapacitetet administrative të Shqipërisë janë të gatshme që ndërkohë që ecim para, Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk keni vetëm vikingët nga ana juaj, por të gjithë Bashkimin Evropian. Të gjithë shtetet anëtare mbështesin Shqipërinë. Një e ardhme e BE-s me Shqipërinë është e rëndësishme për të gjithë ne. Kryeministri Edi Rama u shpreh se sfida më e madhe do të jetë zbatimi i kapitujve dhe kjo duhet të ndodhë deri në vitin 2027, sikurse është akordësuar me Bashkimin Evropian. Sfida jon është rishpikim veten deri në fund dhe kjo është arsyeja pse përmenda se tashmë kemi një ministri më vete vetëm për mjedisin, me një ekip që është rritur gjatë detyrës, me një ministër të ri që është negociatori nga pala jon dhe tashmë i duhet të gjejë një negociator që ta shoqërojë. Dhe sigurisht kjo nuk do të ishte diçka që disa vjet më parë do ta kisha marrë në konsiderat, por sot është shumë e qartë. Është një proces të mësuari për të gjithë ne dhe duhet jemi të përulur, përkushtuar ndaj punës dhe duhet ta duam Evropën me gjithë pasionin tonë. Kapitujt e fundit që pritet të çelen në muajt e fundit të vitit kanë të bëjnë me bujqësinë, peshkimin dhe sigurinë ushqimore. Grup kapitulli i parë, themeloret, u çel më 15 tetor të vitit të kaluar në Luksemburg. Turizmi vijon të mbetet një nga sektorët kryesor të ekonomisë shqiptare. Ekspertët theksojnë se rritja e të ardhurave këtë vit vjen kryesisht nga rritja e çmimeve, më shumë se sa nga rritja e konsumit të turistëve. Nga ana tjetër, shqiptarët kanë shpenzuar shuma të konsiderueshme jashtë vendit gjatë udhëtimeve të tyre, kryesisht në Europë, por edhe më gjerë. Turizmi vijon të mbetet një nga motorët kryesor të ekonomisë shqiptare.
Vizitorët e huaj kanë treguar një interes të lartë për vendin ton këtë vit, duke zgjeruar më tej ndikimin pozitiv të këtij sektori në bilancin ekonomik. Megjithatë, dilema kryesore lidhet me faktin nëse kjo rritje është rezultati i çmimeve të larta apo një gatishmëri më të madhe të vizitorëve për të shpenzuar më shumë gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Sipas ekspertëve të ekonomisë, rritja e të ardhurave nga turizmi këtë vit lidhet kryesisht me rritjen e çmimeve në vend, e jo domosdoshmërisht me një shtim të ndjeshëm të konsumit apo shpenzimeve nga turistët e huaj. Ky trend rritës pozitiv për turizmin vazhdon edhe për vitin 2025, kështu në 6 mujorin e parë të vitit 2025, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, vendin ton e kanë vizituar 4.7 milion turist, duke sjellë 2.1 miliard euro të ardhura. Shifër kjo rreth 7.7% më lartë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Por duhet kemi parasysh që kjo rritje e konsumit të turistëve nga se ka ardhur. Pra, bëjmë pyetje nga se ka ardhur kjo rritje e konsumit. Ka ardhur vërtet nga rritja e shpenzimeve sasisë të parave që turistët kanë konsumuar në Shqipëri, apo ka ardhur si rezultat i rritjes së çmimeve. Dhe sipas një studimi që unë kam bërë për efekt të një studimi timin, kjo rritje e shpenzimeve të turistëve në Shqipëri ka ardhur si pasojë e rritjes së çmimeve. Njëri nga faktorët është rritja e çmimeve të produkteve turistike, pra qoftë të ushqimit, qoftë të shërbimeve të tjera që ofrohen në sektorin e turizmit. Dhe konkretisht kjo është vërejtur në jug të vendit. Në jug të vendit, sasia ose vlera e produkteve turistike ishte rreth 12 me 20% më e lartë se sa e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Dhe për këtë arsye, subjektet turistike në këto vende kishin dhe ankesat e veta pasi të ardhurat që janë zvogëluar, numri turistëve që zvogëluar, dhe ishte, si të themi, në thonjza një dënim që turistët po i bënin këtij reflektimi nga ana e bizneseve turistike. Nga ana tjetër dhe qirat e banesave apo të Airbnb-ve janë rritur dhe këto normalisht që do të ndikojnë në rritjen e shpenzimeve të turistëve. Ndërkohë edhe shqiptarët vijojnë të jenë aktiv në udhëtimet dhe shpenzimet jashtë kufive. Kjo shifër është diku tek 1.3 miliard euro. Pra, e thënë, nëse e bëjmë në mesatare për turist shqiptar jashtë, është diku te 340 euro. Megjithatë, bilanci përsëri është pozitiv, pra bilanci turizmit midis shpenzimeve që turistët bëjnë në vendin tonë dhe atyre që shqiptarët shpenzojnë në vendet e huaja është pozitiv dhe kishim një suficit për 6 mujorin e parë në vlerën 800 milion euro. Bilanci turizmit mbetet pozitiv dhe në nivelet më të larta të regjistruara deri më tani. Shqipëria po forcon profilin e saj si një destinacion i preferuar, jo vetëm për vizitorët europian, por edhe për turistët nga Amerika, Afrika, Azia dhe Lindja e Mesme. Sipas ekspertëve, nëse sektori do të menaxhojë me kujdes çmimet dhe cilësinë e shërbimeve, kjo rritje mund të ruhet dhe të përkthehet në përfitime të mëdha për ekonominë kombëtare. Në Gjirokastër u zhvillua aktiviteti rajonal Energjia e Pastër për komunitetet tona me fokus efikasitetin e energjisë dhe ndikimin e saj tek qytetet dhe bizneset. Programi mbështetet mbi paktin e kryetarëve të bashkive për klimën dhe energjinë, ku bashkitë angazhohen të hartojnë plane konkrete për përballjen me ndryshimet klimatike. Gjatë takimit u theksuar rëndësia e bashkëpunimit midis dy vendeve, veçanërisht me Italinë si partner kryesor, për të ndërtuar strategji të përbashkëta drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme. Në Gjirokastër u zhvillua sot aktiviteti rajonal Energjia e Pastër për komunitetet tona, i cili synon të promovojë efikasitetin e energjisë dhe strategjitë e qëndrueshme në nivel lokal. Ky program mbështetet mbi përvojën e paktit të kryetarëve të bashkisë për klimën dhe energjinë, një rrjet me mbi 11.600 qytete në mbar botën, që i kërkon bashkive në nënshkruese përgatitjen e një plani veprimi për energjinë dhe klimën. Jemi këtu sot për të diskutuar çështjet kryesore me të cilat përballen të gjitha qytetet tona, të përfshin ndryshimet klimatike, qëndrueshmërinë e turizmit dhe mënyrën se si duhet të ecim përpara në të ardhmen tonë. Seminarin e radhës e kemi nga Gjirokastra në Budva, pas 10 ditësh. Diskutimi ynë sot do të përqendrohet në beslidhjen e kryetarëve të bashkive, projektin CEA dhe planet e veprimit.
Diskutimet u fokusuan edhe në projektin CEA dhe bashkëpunimin me Italinë si partner kryesor në Puglia me qytetet Molise, Fusalto dhe Gjirokastra. Projekti është i rëndësishëm jo vetëm për vendet tona, por për të gjithë planetin, pasi ndryshimet klimatike janë një sfidë që kërkon ndërgjegjësim dhe veprim të përbashkët. Shpresoj se do të arrijmë të vazhdojmë me bashkëpunimin tonë në përgjithësi dhe mendoj se ky bashkëpunim dhe kjo lidhje midis vendeve dhe midis qyteteve kryesore, veçanërisht me Italinë, e cila është partneri kryesor në Puglia, shpresoj se do të arrijmë së bashku të mbështesim dhe organizojmë projektin tonë ashtu siç duam, sepse është i rëndësishëm për ne, për të gjithë vendin, për të gjithë planetin, sepse ndryshimi i klimës është shumë i rëndësishëm dhe duhet të jemi të vetëdijshëm për këto gjëra. Aktiviteti në Gjirokastër u pasi një mundësi për të nxitur investimet e gjelbra dhe blu për të mbështetur ekonominë qarkulluese dhe për të përgatitur strategji konkrete për një të ardhme më të pastër dhe më të qëndrueshme. Në Kova, një ndër fshatrat e njësisë administrative Lunxhëri të bashkisë Gjirokastër poruan me krenari traditat e hershme të bujqësisë dhe blegtorisë. Vitet e fundit banorët po orientojnë gjithnjë më shumë zhvillimin e fshatit drejt agroturizmit, duke ofruar ushqime tradicionale, produkte bio dhe një mikpritje autentike për vizitorët. Ky ndryshim po jep një frymarrje të re ekonomisë lokale dhe po e kthen Nokovën në një destinacion tërheqës për turizmi rural në jug të Shqipërisë. Nokova, një fshat piktoresk në njësinë administrative Lunxhëri të bashkisë Gjirokastër, mbetet një nga vendet ku traditat e hershme ende jetojnë. I rrethuar nga natyra e bukur dhe traditat e pasura të zonës, ky komunitet i vogël ruan me krenari zakonet, mikpritjen dhe stilin e jetesës që e kanë bërë Lunxhërinë një nga destinacionet më të veçanta të jugut të Shqipërisë. Për banorët e Nokovës, blegtoria dhe bujqësia mbeten ende bazat kryesore të ekonomisë. Familjet kultivojnë tokat e tyre, rrisin bagëtit dhe prodhojnë ushqime bio që njihen për cilësinë dhe shijen e veçantë. Përmes punës së përditshme dhe përkushtimit, ata kanë arritur të ruajnë trashëgiminë bujqësore, duke i përcjellë atë edhe tek brezat e rinj. Nokova, jo se jam unë nga fshati Nokova, po është një nga fshatat, si që tha ju, një nga fshatat më të mira të Lëngjirisë. Pse? Se Nokova është e sistemuar, është e rindërtuar. Të gjithë këta që kanë ikur jashtë, emigrantët, të gjithë i ka ndërtuar dhe rindërtuar shtëpit, i kanë bërë shtëpitëria dhe gjë më e mirë është që ata vinë shpesh këtu në fshat. Me bukur është që neve bëjmë një festë çdo 14-15 gusht, festën e Shërmërisë, edhe vinë që të gjithë. To ka ca që mire me bujqësi, me blegtori, më shumë bujqësi dhe blegtori, s'ka gjë tjetër. Edhe këto koshta personale që kanë secili për veten e nevojat personale të tyre. Këtu në fshatin tonë ka dhe bujtina vinë turista që kanë bërë për turista, vazhdojnë të rindërtojnë trap nga këto bujtinat. Janë një 2-3 familje që është miren me këto dhomat e turizmit, edhe mirë vinë vizitorë. Se zgjedhin fshatin? Jo, këta të huaj të zgjedhin bukurinë, zgjedhin gjelbërimin që ka fshati, gjërat karakteristike si kishat tona që janë, apo disa shtëpit të vjetra, apo portat të vjetra që janë këto në fshat. Vinë. Kur duan, bjen këtë qakodhima këtë. Me se vinë kryesisht? Me autobus, dhe të qëndra aty, e vinë këtë. Po me kuaj vazhdojnë të vinë në Nokovë? Po, kanë ardhe me kuaj, kalu dhe me kuaj. Me bujqësim është më të shumica pensionistat, 80% janë pensionista. Të tjerët asaj që janë në mosh pune, e me bujqësim, me blegtori. Edhe moshe e tretë të themi, mbi 65 vjeç, vazhdojnë e ruajnë traditën e vreshtarisë, ullishte, edhe bujqësin, të gjithat bujqësin. Tani ne jemi në tamam, kemi vjellë rushin edhe po nxjerrim rakin. Tradit kjo e fshatit? Ka qenë dhe është edhe do mbeta se ne edhe këto, edhe ne që spunojmë do të në parcelat poshtë, tokat, avllit që kemi, i kemi mbushur
me vrestari, me rush. Vitet e fundit në Kova ka nisur të kthehet edhe në një destinacion tërheqës agroturizmi. Disa prej banorëve kanë hapur dyert e shtëpive të tyre për vizitorët, duke ofruar ushqim tradicional, produkte të freskëta dhe një eksperiencë autentike të jetës në fshat. Ky zhvillim po i jep fshatit një frymarrje të re ekonomike, duke bërë në Kovën jo vetëm një vend ku ruhet tradita, por edhe një pikë të re të turizmit rural në Gjirokastër. Në parkun antik të Antigones ka nisur gërmimet arkeologjike të radhës nga një ekip arkeologësh italo-shqiptar. Ky bashkëpunim zhvillohet çdo vit dhe synon thellimin e studimeve shkencore në këtë zonë me vlera të mëdha historike. Gërmimet pritet të vazhdojnë edhe për 2 javë të tjera, ndërsa zbulimet e reja do të dokumentohen me kujdes dhe do të shërbejnë për pasurimin e njohurive mbi këtë qytet antik. Në parkun antik të Antigones vijojnë gërmime arkeologjike nga një ekip italo-shqiptar, i cili çdo vit zhvillon studime të thelluara shkencore në këtë zonë me rëndësi historike. Sipas arkeologëve italian, parku përbën një interes të veçantë për nga pasuria e tij kulturore dhe historike. Kemi 2 javë që kemi nisur gërmimet këtu në Antigone nga Universiteti Maceratës që ka prej 4 vitesh që po e bën këtë. Këtë vit po vazhdojmë atë që lan vitin e kaluar. Kemi përfunduar disa gërmime dhe kemi hapur disa të tjerë, mbi të gjitha në zonën e Agoras. Kemi gjetur mure të reja dhe kemi vazhduar të gërmojmë në sektorin 8, ku jemi duke punuar tani, në zonën e quajtur Lazeka. Këtu po nxjerrim muret e vilës duke i pastruar për të krijuar perimetrin e vilës dhe të kemi një kuadër preciz të saj. Më pëlqen arkeologjia sepse dua të kem eksperienca të ndryshme si në Itali dhe jashtë saj, dhe mbi të gjitha do ndaj këtë eksperiencë me të tjerët, pasi kemi të përbashkët historinë. Gërmimet po shkojnë shumë mirë dhe po më lejojnë të mësoj çdo ditë gjëra të reja. Ndërkohë, drejtuesi i parkut, Shkëlqim Guçe, thekson se qëllimi kryesor i këtyre gërmimeve është identifikimi dhe zbulimi i teatrit antik të Antigones. Përfundimisht mendimi dhe qëllimi është gjetja e teatrit antik këtu në Antigone. Është një element i domosdoshëm ky teatr sepse siç dihet parqet arkeologjike apo qytetet antike kanë pjesët kryesore Akropolin, Agoran, Nekropolin dhe teatrin, kështu që teatri i mungon Antigones. Gërmimet pritet të vazhdojnë edhe për 2 javë të tjera, ndërsa çdo zbulim i ri do dokumentohet me kujdes dhe do shërbej për pasurimin e njohurive mbi këtë qytet antik. Kalojmë tani në një blok informacionesh nga Rendi. Në pikën kufitare Kakavi nga kontrollet e detajuara nga shërbimet e policisë kufitare janë goditur 2 raste të mos deklarimit të hollave. Janë sekuestruar rreth 32.000 euro dhe 30.000 lek, ndërsa po procedohen penalisht 2 shtetasit që i posedonin dhe nuk i deklaruan në kufi. Në hyrje u kalua për kontroll në vit të dytë shtetasi VB, të cilit janë gjetur në çantë 11.985 euro dhe 30.000 lek që ai nuk i kishte deklaruar. Në dalje u kalua për kontroll në vit të dytë shtetasi FI, të cilit janë gjetur në çantë 20.000 euro që nuk i kishte deklaruar. Në vijim të veprimeve proceduriale për rastin, specialistët për hetimin e krimeve të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin në Gjirokastër referuan materialet në prokurori. U nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale, mos deklarim në kufi të hollave dhe i sendeve me vlerë. Për shtetasit VB 66 vjeç banues në Kuçov dhe FI 69 vjeç rezident në Greqi. Gjithashtu sekuestruan në cilësinë e provës materiale shumat e parave. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Specialistët për hetimin e krimeve të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit PD 47 vjeç banues në Vlorë, pasi në pikën e kalimit kufitar në Kakavi në hyrje të RSH-s. Gjatë kontrollit në automjetin e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi municioni luftarak AA 59 vjeç banues në Vlorë, pasi në aksin rrugor Kakavi Gjirokastër. Gjatë kontrollit në automjetin
e tij kamion, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan pije energjike të dyshuara të kontrabanduara. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 17 vjeçar, banues në Çepun, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi e vogël kanabisi. Më datë 15/9/2025 në komisariatin e policisë në Gjirokastër ka kallëzuar shtetasi IA 82 vjeç banues në Gjirokastër se prej datës 11/9/2025 ka humbur kontaktet me djalin e tij shtetasi nga 47 vjeç. Po punohet për gjetjen e tij. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Me nisjen e vitit të ri mësimor, Drejtoria e Arsimit në Bashkinë Gjirokastër ka ndërmarrë një nismë për binjakëzimin e kopshteve të qytetit me ato të zonave rurale. Hapin e parë ka hedhur kopshti nr. 7 ku një përfaqësi e tij e përbër nga fëmijë dhe edukator udhëtoi drejt Lunxhërisë për të ndalur në kopshtin që frekuentohet nga 15 vogëlush. Çdo kopësht i qytetit të Gjirokastrës do të ketë binjakun e vet në njësitë administrative. Kjo nismë e marrë nga Drejtoria e Arsimit në Bashkinë Gjirokastër filloi zbatimin ditën e sotme me moton ajo që s'më duhet mua, dikuj tjetër i hyn në punë. Ishte kopshti buzëqeshja që dhuroi për kopshtin e Lunxhërisë, lodra dhe bazë materiale e didaktike. Çfarë lodre more ti? Qenush. Ky të pëlqeu nga ditëta? Po. Makinën e polici. Se polic do bësh, çfarë do bësh kur të rritesh ti? Polic. Kukull. Si ka robat, në çfarë ngjyre? Gjyloz. Si do t'ja vendosësh emrin kukullës? Sini. Kjo nismë pritet të shtrihet edhe më tej me shkëmbim eksperiencash dhe zhvillim të aktiviteteve të përbashkëta mes dy institucioneve të arsimit parashkollor. Është marrë një nisëm për binjakëzimin e kopshteve, ne jemi kopshti Soros dhe na jemi të gatshëm për të investuar dhe për të bashkëpunuar bashkërisht. Kjo është, ne jemi me kopshtin në Valare, pranë shkollës së Petro Polga, dhe sot kemi ardhur bashkërisht me mësuesët dhe me një grup fëmijësh dhe kemi sjellë disa lodra edhe bazë materiale. Dhe kjo do jetë në vazhdimsi jo vetëm sot, por edhe dhe bashkërisht do punojmë dhe për aktivitetet e përbashkëta. Kjo ishte një nisëm që ne të gjithë e përqafuam. Të nderë dhe kënaqësi shumë për neve që po presim sot kopshtin e qytetit, buzëqeshja. I falenderoj shumë për mbështetjen e tyre, për dhuratat që ata kanë sjellë për ne. Shpresojmë që ky binjakëzim të na ndihmojë dhe të ndajmë eksperiencat dhe përvojat tona midis dy kopshteve. Urojmë që të gjithë së bashku, edhe ne, edhe kopshti i qytetit, të krijojmë një mjedis sa më të pasur dhe marrëgëtues për fëmijët tanë. Në kopshtin e vendosur në shkollën Petro Polga mësojnë dhe edukohen 15 vogëlush. Kostume tradicionale shqiptare dikur krenaria e çdo brezi, sot po mbeten gjithnjë e më shpesh në dollapët e muzeve apo në fotografit e vjetra. Sipas artizanëve vit pas viti, ka më pak të rinj të interesuar për të trashëguar këtë art. Kostumet popullore shqiptare nuk janë thjesht veshje, janë identitet, rrënjë dhe krenari. Artizanët gjirokastrit thonë se ato mbartin elemente simbolike që tregojnë moshën, statusin social dhe rajonin e prejardhjes, por mungon në brezi i ri që të trashëgohet kjo traditë. Po është vazhdimsi e jetës, vazhdimsi e historisë. A ka të rinj që duan ta vazhdojnë këtë traditë? Nuk ka. Nuk ka. Kjo është për të ardhur keq. Më shumë se sa është promovuar, unë them se prishet. Ç'duhet të bëjmë ne si artizan? Ne japim kohën tonë në dispozicion të atij që do të mësoj ose asaj që do të mësoj, por në momentin që mungon dhe koha time është koha time. Artizania Eli Zhulati shprehet se prej 3 vitesh në Gjirokastër është hapur edhe kursi i qëndisjes për t'ju mësuar të rinjve këtë traditë që po shuhet dal nga dal. Ne jemi ofruar vullnetarisht për ta bërë këtë gjë. Orët e mësimit janë ato më kryesore, se në fund nuk do vlerësohen që mori pjesë tek pjesa e qëndisjes, por duhet të them, Bashkia Gjirokastër, tani gati bëhen 3 vjet, ka ngritur ose ka çelur kursin e qëndisjes pranë në qendrës kulturore të fëmijëve. Ka interes. Tani vajzat vogla, po mundohemi që t'ja u bëjmë më shumë si lojë, sesa si mësim, që ato të paktën të marrin edukatën e punës së dorës.
Ruajtja e kostumit popullor nuk është vetëm ruajtje e një veshjeje, por është ruajtje e gjuhës së gjyshes, e këngës së dasmës, e historisë sot, sepse kur veshim kostumin, veshim Shqipërinë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë në Ruta Kopshi.